Kur filluan Ibrahimit a.s. t'i paraqiten flokët e bardha, e pyeti Allahun duke thënë: O Zot, çka janë këta? Tha: O Ibrahim, kjo është pjekuri dhe nder. Tha: O Zot, shtom nga pjekuria dhe nderi. Dhe pas një kohe të caktuar, i erdhi meleku i vdekjes duke vizituar ata dhe i tha: Selam dhe paqë për ty, o Ibrahim. Tha: selam dhe paqë për ty, o meleku i vdekjes, ke ardhur për të më lajmëruar diçka ose ke ardhur për të më ftuar për diku? Tha: po, jam thirrës për ty. Atëherë i tha: ku ke pa që shoku shokun e dosti dostin ta e lë të vdes ose t'ja merr shpirtin? Meleku i vdekjes u kthye shpejt te Allahu xhelle shanhu, duke i treguar situatën e Ibrahimit përderisa Zoti e dinte më mirë përgjigjen e Ibrahimit. Atëherë Allahu i tha: thuaj Ibrahimit dhe bëri selam. Ku ke pa që dosti dostin mos me dasht me e taku? Ku ke pa që dy shok të mirë mos me dasht me u përpjek? Andaj koha është për me taku dostin e tij. U kthye meleku i vdekjes duke i thënë: o Ibrahim, kështu të bën selam Allahu dhe dëshiron të takohet me ty. Atëherë i thamë: o meleku i vdekjes, më thuaj çfarë dhe si duket një vdekje e një besimtarit? Meleku i vdekjes i tha: ktheje kokën në njërën anë dhe do të shohësh pamjen time si prezentohem atyre. E ktheu kryen në njërën anë dhe pas shikoi sërish në melekun e vdekjes, kur çfarë të shoh? Një djalosh i bukur me erë të mirë, me pamje jashtëzakonisht të bukur dhe kënaqësi mbi kënaqësi. Atëherë në këtë rast Ibrahimi a.s. tha: do të mjaftonte për besimtarin si shpërblim vetëm kur të sheh këtë pamje, edhe nëse nuk do të kishte shpërblim më të madh se kaq. Po më thuaj si u merr shpirtrat të ligëve dhe të këqive. Atëherë i tha meleku: nuk do të mund ta përballosh. Tha: të lutem më tregon. Ktheje kokën në njërën anë dhe ktheu Ibrahimi a.s. dhe u rikthye për të shikuar dhe çfarë të shoh? Një njeri me lëkurë të zezë, me këmbë në tokë edhe me krye në qiell, dhe një pamje jashtëzakonisht të vrazhtë dhe të keqe, dhe në çdo kime një pjesë të zjarrit dhe mallkimit. Nga frika i rat fikët Ibrahimit a.s. dhe kur u kthye në vetvete i tha: mjafton dënim për njerëzit e këqij edhe kjo, po mos kishte dënim tjetër fare. Njerëz të dashur, edhe profetët e Zotit është dashur t'i nënshtrohen melekut të vdekjes, sikur që edhe ne të gjithë. Zoti na i marrë shpirtin me iman. Amin.